Ajo ishte një nga gratë më me ndikim në vend, derisa humbi tragjikisht dashurinë e jetës së saj. Por vdekja e tij ishte një mashtrim, e inskenuar për ta mbrojtur nga një rrjet kriminal i fuqishëm. Vite më vonë, kur e vërteta doli në dritë, ajo duhej të vendoste nëse dashuria mund t'i mbijetonte gënjeshtrës. Përpara se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë, dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Mira Berisha e kishte ditur gjithmonë se suksesi e ka një çmim. Në moshën 52 vjeçare, ajo drejtonte një nga perandoritë më të mëdha të ndërtimit në vend me vendosmërinë e dikujt që kur nuk kishte mësuar të tërhiqej. Kompania Ndërtim Berisha Partnerët nuk ishte thjesht një biznes. Ishte pasqyrimi i 3 dekadave vendosmërie, i agimeve në kantiere ndërtimi kur ishte ende vetëm një inxhinier e re ndërtimi që përpiqej të dëshmonte vlerën e saj në një botë të dominuar nga burra me duar të kallojzuara dhe vështrime mosbesuese. Zyra në katin e 23 të ndërtesës tregtare në bulevardin Dëshmorët e Kombit ishte një tempull prej xhami dhe çeliku që pasqyronte personalitetin e pronarit të saj. E pastër, e organizuar, imponuese. Nga tavolina e saj masive prej drurit të Moganit, ajo mund të shite qytetin e Tiranës që shtrihej në të gjitha drejtimet, një labirint betoni dhe ëndrash që ajo kishte ndihmuar për ta ndërtuar. Ndërtesa banimi, qendra tregtare, spitale, shkolla. Nënshkrimi i saj ishte gdhendur në horizontin e Tiranës ashtu si një artist lë gjurmën e tij në një pëlhur. Por edhe gratë e forta si Mira kanë strehet e tyre. Dhe Esaja kishte emër, mbiemër dhe një buzëqeshje që arrinte të çarmatoste çdo tension të akumuluar gjatë ditëve më të vështira. Rian Dervishi ishte gjithçka që ajo kur nuk kishte pritur të gjente kur vendosi se puna do të ishte pasioni i saj i vetëm. I gjatë, me flokë të thinjur që tregonin histori të një mirësie të parakohshme, ai kishte ata sy kafe që dukeshin se shinin përtej paraqitjeve. Ndërsa ajo ndërtonte godina, ai ndërtonte shpresa. Prej 23 vitesh që nga ai takimi rastësishëm në një panajër libri në pazarin e ri, ata kishin krijuar një partneritet të pamundur por të fortë. Ajo, biznesmenja pragmatike dhe ambicioze. Ai, punonjësi social që i kushtonte çdo minutë të lirë për të sjellë dinitet komuniteteve të harruara në periferitë e Tiranës. Riani koordinonte projektet e një ONG që e kishte themeluar vetë, Duart Solidare, duke ofruar shërbime mjekësore, kurse profesionale dhe mbështetje psikologjike për familjet që jetonin në situata të vështira. Mira e mbante mend në mënyrë të përsosur herën e parë që e pa atë në veprim. Ishte një eshtun me diell dhe ajo kishte vendosur të vizitonte një nga kantieret e kompanisë në një zonë më të largët jugore. Rrugës së kthimit ndaloi në një shesh të vogël ku një turm ishte mbledhur rreth disa tezgave të improvizuara. Riani ishte aty me një bluzë të thjeshtë dhe xhinse të zbardhura, duke biseduar me një zonjë të moshuar që qante ndërsa mbante në duar disa letra të zhubravitura. Ai e dëgjonte me një durim të pafund, mbante shënime në një fletore të vjetër dhe, her pas here, i prekte krahun gruas me një butësi që bëri që zemra e Mirës të shtrëngohej në një mënyrë që ajo nuk mund ta shpjegonte. Ishte dashuri me shikim të parë. Jo lloji kinematografik dhe shpërthyes, por ajo dashuri që rritet ngadalë, si një bim që gjen tokë pjellore dhe vendos të lëshojë rrënje të thella. Riani ishte i sjellshëm pa qenë i dobët, i vendosur pa qenë i palëkundur, bujar pa pritur asgjë në këmbim. Ai e admironte suksesin e Mirës, por kur nuk e bëri të ndjej se duhej të zvogëlonte veten për të qenë pranë tij. Dhe ajo, nga ana e saj, mësoi prej tij se fuqia e vërtet nuk qëndron në sa ndërtesa ndërton, por në sa jetë prej. Për më shumë se 2 dekada, ata formuan një çift që shumë e kishin zili dhe pak e kuptonin plotësisht. Ajo me agjendën e saj të ngjeshur me mbledhje, udhëtime biznesi dhe evente sociale. Ai me vizitat e tij në komunitete, takimet me liderët lokal dhe fushatat e tij për mbledhjen e fondeve. Të ndryshëm, por plotësues si 2 pjesë të një enigme që ka kuptim vetëm kur janë bashkë. Vila në Lundër ishte qendra e gravitetit të kësaj jete të ndërtuar me 4 duar. Një hapësirë e gjerë dhe komode ku kontrastet e personalitetit të secilit harmonizoheshin në mënyrë të përsosur. Biblioteka e Mirës, e mbushur me libra teknik mbi inxhinierin dhe administrimin, ndante hapësirën me raftet e Rianit të mbushura plot me biografi të aktivistëve social dhe romane që flisnin për gjendjen njerëzore.
Zyra e saj, e pajisur me kompjuter të gjeneratës së fundit dhe plane arkitekturore të shpërndara mbi një tavolinë vizatimi, ndodhej në katin e sipërm, ndërsa këndi i tij, i thjesht dhe modest, zinte një dhomë në katin përdes, pranë kopshtit që ai e kujdesonte vetë në orët e pakta të lira që gjente. Mira zakonisht kthehej në shtëpi rreth orës 8 të mbrëmjes, gjithmonë e lodhur por e kënaqur me një ditë tjetër pune të suksesshme. Riani, në varësi të projekteve në zhvillim, arrinte më herët ose më vonë, por gjithmonë gjente kohë për të përgatitur një çaj, për të treguar për njerëzit që kishte takuar gjatë ditës ose thjesht për të dëgjuar aventurat e saj korporative me vëmendjen e dikujt që me të vërtetë i intereson. Por ishte në fillim të marsit të atij viti që Mira filloi të vinte re diçka ndryshe. Riani, gjithmonë kaq i pranishëm dhe komunikues, duke i largët. Merrte telefonata në orare të pazakonta dhe dilte nga dhoma kur përgjigjej, duke folur me zë të ulët sikur po ndante sekrete. Ajo vuri re se ai e kontrollonte celularin më shpesh, duke rrudhur ballin në një mënyrë që ajo nuk ishte mësuar ta shite. Gjatë vakteve, që më parë ishin momente bisede të shpenguar, ai duke i humbur në mendime, duke luajtur i shpërqendruar me ushimin. Mira nuk ishte tipi që bënte pyetje të pahishme. Ajo e respektonte hapësirën e Rianit ashtu si ai kishte respektuar gjithmonë të sajën. Por shqetësimi i tij filloi të zgjonte një ndjenjë të çuditshme në stomakun e saj, një përzierje shqetësimi dhe ankthi që ajo përpiqej ta injoronte gjatë mbledhjeve të punës, por që kthehej me forcë të plotë sapo mbetej vetëm. Një natë, ndërsa po rishikonte raportet financiare në zyrë, ajo e dëgjoi atë duke folur në telefon në kopsht. Zëri i tij ishte i ndryshuar, më serioz se zakonisht. Ajo arriti të kapte vetëm disa fjalë të shkëputura, nuk mund ta bëj këtë, ata nuk do të ndalen dhe duhet të mbroj. Kur Riani hyri në shtëpi, ajo u shtir si e përqendruar në dokumente, por zemra i rrite në mënyrë të çrregull. Të nesërmen në mëngjes, gjatë kafes, ajo vendosi ta prekte temën në mënyrë delikate. Riani po shfletonte gazetën, por ajo e kuptonte se ai nuk po lexonte me të vërtetë. Sytë e tij kalonin në përfaqe pa fokus. A je mirë, i dashur, pyeti Mira, duke i hedhur më shumë kafe në filxhan. A ka diçka që të shqetëson në punë? Riani ngriti syt nga gazeta dhe buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e sforcuar që nuk i arriti në sy. Jam mirë, po. Vetëm disa probleme burokratike në ujqë. Asgjë serioze. Ajo e njihte Rianin shumë mirë për të besuar atë përgjigje. Në 23 vjet së bashku, ajo kishte mësuar të lexonte çdo shprehje të fytyrës së tij, çdo ton zëri, çdo gest që tregonte kur diçka e shqetësonte. Dhe në atë moment, ai po e gënjente qartësisht. Kjo i dhembte më shumë se sa mund ta pranonte. Ditët në vijim ishin edhe më të tensionuara. Riani filloi të dilte më herët nga shtëpia dhe të kthehej më vonë. Kur pyetej për agjendën, përgjigjej me evazivitet për takime me donator ose vizita në komunitete të reja. Mira përpiqej të binte veten se po bëhej paranojake, por ndjesia se diçka shumë serioze po ndodhte bëhej më e fortë çdo ditë. Ishte një të premte, saktësisht 3 javë pasi ajo kishte vënë re ndryshimet e para në sjelljen e tij, që gjithçka u shem. Mira kishte ardhur në shtëpi më herët rreth orës 6 të pasdites dhe e gjeti Rianin në dhomën e ndenjes, ulur në poltronën e tij të preferuar, duke parë nga dritarja me një shprehje që ajo kur nuk e kishte parë më parë. Ishte sikur ai po mbante një peshk të pamas mbi supe. Rian? Ajo u afrua ngadalë, si dikush që i afrohet një kafshë të plagosur. Çfarë po ndodh? Ai e shikoi atë dhe për një moment u duk se do t'i tregonte gjithçka. Sytë e tij u mbushën me një trishtim të thellë dhe ajo pa aty burrin që donte duke luftuar kundër diçkaje që ai mendonte se ishte e pamundur për ta ndarë. Mirë, tha ai, duke përdorur nofkën e dashur që vetëm ai kishte leje ta përdorte, nëse do të më duhej të largohesha për një kohë, a do të besoje se është për mbrojtjen tonë? Zemra e saj u ngadalsua për disa sekonda para se të shpërthente me një shpejtësi të frikshme. Të largohesh? Për çfarë po flet, Rian? Ai u ngrit dhe ju afrua asaj, duke i mbajtur fytyrën mes duarve me një delikatesë që e bëri të ndjehej sikur ishte prej kristali. Të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë. Mbaje mend këtë, në rregull? Para se ajo të mund të përgjigjej, celulari i tij ra. Riani u përgjigj, tha vetëm kuptova dhe e mbylli. Ngjyra ishte zhdukur plotësisht nga fytyra e tij. Duhet të dal, tha ai, tashmë duke u drejtuar për në dhomën e gjumit. Rian, po më frikson. Çfarë po ndodh?
Ai nuk u përgjigj. Unë gjit shkallëve me shpejtësi dhe ajo e ndoqi i pas. Në dhomë, ai mori një çantë shpine të vogël dhe filloi të fuste disa rroba brenda, lëvizje të shpejta dhe të sakta, si dikush që po ekzekutonte një plan të përsëritur mendërisht disa herë. Të lutem, më trego çfarë po ndodh, ju lut Mira, duke i kapur krahun për ta bërë të ndalonte. Riani ndaloi dhe e përqafoi me një forcë të dëshpëruar, sikur të ishte hera e fundit. Duhet të zgjidh diçka shumë të rëndësishme. Nuk mund të ta shpjegoj tani, por kam nevojë që të më besosh. Atëherë më merr me vete. Nuk mundem. Është tepër e rrezikshme. Fjala e rrezikshme i bëri Jehon në mendjen e Mirës si një shtën. Në të gjitha vitet së bashku, Riani kur nuk e kishte përdorur këtë fjalë për të përshkruar ndonjë situatë të lidhur me punën e tij. Ai mbaroi se bëri gati çantën, i dha një puthje të fundit në ballë dhe doli nga dhoma. Mira mbeti aty duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur, derisa dëgjoi zhurmën e makinës së tij duke u ndezur në garazh. Kur zbriti me vrap, ai tashmë ishte larguar. Të nesërmen në mëngjes të shtunën, Mira u zgjua me shpresën se Riani do të ishte në kuzhinë duke përgatitur kafen e mëngjesit siç bënte gjithmonë në fundjavë. Por shtëpia ishte bosh dhe e heshtur. Në komodinën pranë krevatit, ajo gjeti një shënim të shkruar me shkrimin e tij të njohur: duhet të zgjidh diçka urgjente. Kthehem shpejt. Të dua më shumë se gjithçka. Ajo i lexoi dhe rilexoi ato fjalë derisa i mësoi përmendësh. Kthehem shpejt. Ky premtim e qetësoi pak. Riani ishte njeri i fjalës. Nëse ai tha se do të kthehej shpejt, do të kthehej. Por orët kaluan shumë ngadalë. Mira u përpoq të shpërqendrohej duke organizuar letra, duke pastruar shtëpinë, duke parë televizor, por asgjë nuk mund ta hiqte Rianin nga mendja e saj. Ajo i telefonoi celularit të tij 10 herë, por gjithmonë shkonte direkt në kutinë postare. U përpoq të kontaktonte disa kolegë të hoqës së tij, por ishte fundjavë dhe askush nuk përgjigjej. Ishte ora 3 e pasdites së të shtunës kur telefoni ra. Mira vrapoi për t'u përgjigjur, duke pritur të dëgjonte zërin e Rianit në anën tjetër të linjës. Në vend të kësaj, një zë femëror dhe profesional u identifikua si nga policia rrugore. Zonja Mira Berisha? E njihni Rian Dervishin? Bota e Mirës filloi të shembej në atë moment të saktë. Po, ai është partneri im. Pse? Ka ndodhur diçka? Zonjë, ka ndodhur një aksident në autostradën Tiranë-Elbasan në kilometrin e 20. Automjeti me targat që janë në emër të zotit Rian Dervishi ka pësuar një përplasje frontale me një kamion. Makina është shkatëruar plotësisht. Mira ndjeu se këmbët po i dridheshin. Ajo u mbështet në mur duke u përpjekur të përpunonte fjalët që i arrinin sikur vinin nga shumë larg. Dhe ai? Si është ai? Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Një pauzë tepër e gjatë për të sjellë lajme të mira. Zonjë, për shkak të rëndësisë së aksidentit dhe gjendjes së automjetit, nuk ka qenë e mundur të lokalizohet trupi. Por kemi gjetur dokumente dhe disa objekte personale që konfirmojnë se zoti Rian ishte në makinë në momentin e përplasjes. Mira nuk mundi ta mbante më telefonin. Ai i rëshiti nga duart dhe ra në dysheme, dhe bashkë me të, e gjithë struktura që ajo kishte ndërtuar gjatë 23 viteve dashuri u coptua në mijëra pjesë. Varrimi i Rian Dervishit u bë një të martë me shi të prillit në varrezat e Sharrës. Mira e kishte zgjedhur atë vend sepse Riani gjithmonë thoshte se i pëlqente qetësia e lagjes, larg zhurmës së qendrës së qytetit. Ajo që nuk e priste ishte se qetësia do të bëhej një torturë, një heshtje e rëndë që amplifikonte çdo rrahje të zemrës së saj të coptuar. Arkivoli i mbyllur ishte një kuti e errët prej druri mogani që reflektonte dritën e ftohtë të qirinjve. Policia kishte shpjeguar se, për shkak të rëndësisë së aksidentit dhe zjarrit që pasoi, nuk do të ishte e mundur një lamtumir tradicionale. Mira e pranoi atë shpjegim sepse duhej ta pranonte, sepse alternativa ishte të vinte në dyshim një realitet që tashmë ishte tepër i padurueshëm për t'u përballur. Qindra njerëz morën pjesë në varrim. Punonjës të ndërtim Berisha, kolegë nga fusha e biznesit, banor të komuniteteve kur Riani punonte, fëmijë që ai kishte ndihmuar, tani të rinj të rritur që bënin çmos të ishin aty për t'i bërë një homazh të fundit. Mira merrte ngushëllimet në mënyrë automatike, duke shtrënguar duar, duke pranuar përqafime, duke dëgjuar fjalë ngushëllimi që nuk arrinin të depërtonin barrierën e empirjes që ishte formuar rreth zemrës së saj.
Zonja Fetie, një grua rreth të 70-ave që Riani e kishte ndihmuar të bënte një operacion katarakti, qante aq shumë sa që duhej të mbahej nga nipërit e saj. Ai më shpëtoi shikimin, thoshte ajo mes dënesash. Si do të jetoj unë duke ditur se nuk mund ta falenderoj më. Lukas, një i ri 25 vjeçar që Riani e kishte hequr nga rrugët kur ishte ende djalë, mbante një diplom tekniku informatike në duart e tij të dridhura. Do t'ja tregoja të enjten, murmuriste ai. Ai gjithmonë thoshte se do t'ja dilja. Ai gjithmonë besoi tek unë kur as unë vetë nuk besoja. Çdo histori që Mira dëgjonte ishte një thikë e re në gjoks. Ajo e njihte punën e Rianit, e dinte rëndësinë e tij në jetën e kaq shumë njerëzve, por të dëgjonte ato dëshmi ishte si të zbulonte pjesë të reja të burrit që donte, pjesë që tani ishin humbur përgjithmonë. Prifti që celebroi meshën e kishte njohur Rianin përmes projekteve të përbashkëta midis famullisë dhe hoqës duart solidare. Gjatë predikimit, ai foli për bujarin, për burrat që ja kushtojnë jetën shërbimit të tjerëve, për trashëgimin që mbetet edhe kur trupi largohet. Mira dëgjoi çdo fjalë, por ishte sikur po dëgjonte një gjuhë të huaj. Fjalët i arrinin, por nuk kishin kuptim në kontekstin e dhimbjes që zinte çdo qelisë të trupit të saj. Kur erdhi koha për të mbyllur arkivolin dhe për ta çuar në varr, Mira pati një moment paniku. Ajo nuk ishte gati. Si përgatitet dikush për t'i thënë lam të mirë për gjithmonë? Si mund të përmblidhen 23 vjet dashuri në disa fjalë të murmuritura para një kutie druri? Ajo ju afrua arkivolit dhe vendosi dorën mbi sipërfaqen e lëmuar dhe të ftohtë. Nuk di si të jetoj pa ty, pëshpëriti ajo. Por do të përpiqem. Do të përpiqem sepse ti më mësove të jem e fortë. Korteu deri në vendin e varrimit ishte një ecje e ngadaltë dhe e dhimbshme. Mira ecte pas arkivolit, e mbështetur nga Helena, sekretarja dhe shoqja e saj për më shumë se 15 vjet, dhe nga Andrea, kontabilisti i kompanisë, i cili ishte bërë pothuajse një vëlla gjatë viteve të punës së përbashkët. Ata nuk flisnin asgjë, vetëm ecnin pranë saj, duke ofruar praninë e tyre si ngushëllimin e vetëm të mundshëm. Toka që binte mbi arkivol ishte tingulli më i tmerrshëm që Mira kishte dëgjuar ndonjëherë. Çdo grush dheu ishte një lamtumir përfundimtare, një hap më shumë drejt një jete që ajo nuk dinte si ta jetonte. Kur ceremonia mbaroi dhe njerëzit filluan të shpërndaheshin, ajo mbeti aty duke parë atë grumbull dheu të freskët që tani shënonte fundin e gjithçkaje që i kishte dhënë kuptim ekzistencës së saj. Javët që pasuan funeralin ishin një mjegull ditësh që dukeshin pa fillim e pa fund. Mira zgjohej çdo mëngjes duke pritur të dëgjonte Rianin në kuzhinë duke përgatitur kafen, duke pritur të ndjente aromën e bukës franceze që ai gjithmonë e blinte në furrën e lagjes, duke pritur të dëgjonte zërin e tij duke folur në telefon me dik nga Oiqia. Por shtëpia ishte gjithmonë e heshtur, një zbrazëti që bënte jehon në mënyrë shurdhuese. Vila, që më parë ishte një shtëpi mikpritëse, u shndërrua në një mauzole kujtimesh. Mira nuk mund të prekte asgjë që i përkiste Rianit. Rrobat e tij vazhdonin të ishin në dollap, ende me aromën e parfumit që ai përdorte. Librat e tij mbetën në rafte, disa ende me shenjuesfaqesh në historitë që ai nuk do t'i mbaronte së lexuari. Këndi i tij në katin përdes u bë një shenjtërore e paprekshme, ku ajo kalonte orë të tëra ulur në poltronën e tij, duke u përpjekur të ndjente ndonjë gjurmë të pranisë që i kishte dhënë jetë asaj hapësire. Helena përpiqej ta binte Mirën të kthehej në punë. Zonja Mira, kompania ka nevojë për ju. Punonisit janë të shqetësuar. Ka disa vendime të rëndësishme që presin. Por Mira nuk mund të përqendrohej në tabela, kontrata apo mbledhje. Si mund të shqetësohet dikush për afatet e punimeve kur bota ka humbur të gjithë ngjyrën? Ndërtim Berisha partnerët vazhdonte të funksiononte, por si një trup pa shpirt. Andrea mori përkohësisht pjesën administrative, Helena kujdesej për agjendën dhe angazhimet, inxhinierët vazhdonin punimet në zhvillim, por të gjithë ndjenin mungesën e lideres. Mira shfaqej sporadikisht në zyrë, nënshkruante letrat më urgjente dhe kthehej në shtëpi, ku mbyllej në dhomë ose në këndin e Rianit. Ishte Helena ajo që i sugjeroi të kërkonte ndihmë profesionale. Zonja Mira, ju gjithmonë keni qenë një grua e fortë, gjithmonë keni ditur të përballeni me çdo problem. Por kjo është ndryshe. Kjo kërkon një lloj ndihme që ne nuk dim ta japim. Mira provoi disa seanca me një psikologe specialiste për zinë. Doktoresha Alma ishte një grua e sjellshme, me zë të butë, që përpiqej ta ndihmonte Mirën të përpunonte dhimbjen në një mënyrë të shëndetshme.
por Mira nuk mund të fliste për Rianin në të shkuarën. Për të, ai nuk kishte vdekur. Thjesht kishte dal nga shtëpia dhe ende nuk ishte kthyer. Është normale të ndjeni vështirësi në pranimin e humbjes, shpjegonte doktoresha Alma. Truri ka nevojë për kohë për të përpunuar informacionin se personi nuk do të kthehet më. Por Mira nuk donte që truri i saj ta përpunonte këtë informacion. Ajo donte të vazhdonte të priste, sepse të ndaloje së prituri do të thoshte të pranoje një botë kur Riani nuk ekzistonte, dhe kjo ishte një botë ku ajo nuk dinte si të ekzistonte. Ishte një të mërkur, saktësisht 6 javë pas funeralit, që Mira bëri vizitën e saj të parë në varr. Ajo e kishte shmangur shkuarjen në Vareza që nga dita e varrimit, sepse një pjesë e saj besonte se, për sa kohë që nuk shkonte atje, mund të shtirej se asgjë nga ato nuk kishte ndodhur. Por malli po bëhej i padurueshëm dhe ajo kishte nevojë për një vend ku të mund të fliste me Rianin. Pllaka e varrit ishte e thjeshtë, siç do t'i kishte pëlqyer atij. Granit gri erët me mbishkrimin, Rian Dervishi, njeri i mirë, zemër bujare, mall i përjetshëm. Mira i kishte zgjedhur këto fjalë pas shumë mendimesh, duke u përpjekur të përmblidhte në pak fraza një jetë të tërmirësie. Ajo solli një tufë zambakësh të bardhë, lulet e preferuara të Rianit, dhe u ul në bar pranë varrit. Përshëndetje, i dashur, tha me zë të ulët, sikur ai të mund ta dëgjonte. Më fal që u vonova kaq shumë për të ardhur këtu. Nuk isha gati. Dhe pastaj filloi të fliste. I tregoi për kompaninë, për njerëzit që po pyesnin për të, për mallin që po e gërryente gjithçka nga brenda. Foli për heshtjen e shtëpisë, për mënyrën se si kafja e mëngjesit kishte humbur shijen, për mënyrën se si nuk mund të flinte më në anën e djathtë të krevatit sepse ishte ana e tij. Kur u ngrit për të ikur, gati 2 orë më vonë, Mira ndjeu një ndjenjë të çuditshme lehtësimi. Për disa momente, kishte arritur ta ndjente Rianin afër. Vendosi se do të kthehej të mërkurën e ardhshme. Dhe kështu filloi një ritual që u bë i shenjtë. Çdo të mërkur, Mira vizitonte varrin e Rianit. Sillte lule të ndryshme çdo javë, i tregonte për ngjarjet e ditëve të fundit, ndante shqetësimet për kompaninë dhe për njerëzit që ai i kishte ndihmuar. Ndonjëherë qante, ndonjëherë thjesht qëndronte në heshtje, por gjithmonë largohej nga atje duke ndjerë se kishte kaluar pak kohë me burrin që donte. Punonisit e kompanisë filluan t'i shënonin agjendat e tyre duke marrë parasysh ato vizita. Të mërkurën në mëngjes zonja Mira nuk mund të ketë angazhime, paralajmëronte gjithmonë Helena. Është dita e saj. Kaluan 4 muaj me këtë rutinë. Mira ishte shndërruar në një version të zbehtë të vetes. Gruaja e vendosur dhe energjike i kishte lënë vendin dikujt të heshtur, introvert, që dukej se ishte gjithmonë kilometra larg edhe kur ishte fizikisht e pranishme. Ajo humbi gati 10 kg, rrobat i rinin të gjera, dhe zhvilloi zakonin e të veshurit me tone të errëta, sikur të ishte përgjithmonë në zi. Andrea mori përfundimisht menaxhimin e kompanisë, me Mirën që mbante vetëm vendimet strategjike më të rëndësishme. Zonja Mira, kompania është e qëndrueshme, por kemi nevojë për ju të pranishme, i thoshte ai në takimet javore që bënin në zyrën e saj. Klientët po fillojnë të pyesin për të ardhmen e kompanisë së ndërtimit. Por Mira nuk mund të interesohej vërtet për të ardhmen e kompanisë kur e ardhmja në vetvete kishte humbur çdo kuptim. Ajo funksiononte në mënyrë automatike, nënshkruante atë që duhej nënshkruar, merrte vendimet që nuk mund të shtyheshin, por ishte sikur po e shikonte jetën e saj nga larg, pa mundur të përfshihej emocionalisht me asgjë. Ishte një të enjte në fund të shtatorit që gjëra të çuditshme filluan të ndodhnin. Mira po dilte nga zyra rreth orës 6 të pasdites kur vuri re një burr me kostum të errët që qëndronte në trotuar përballë ndërtesës. Ai nuk dukej se po priste dik, nuk po merrej me celular, vetëm vëzhgonte. Kur Mira doli nga parkingu, ajo pa nga pasqyra se burri kishte marrë një makinë dhe po e ndiqte në të njëjtin drejtim. Fillimisht, ajo mendoi se ishte rastësi. Tirana është një qytet i madh, njerëzit shkojnë kudo. Por kur arriti në shtëpi dhe pa të njëjtën makinë duke kaluar ngadalë para portës së vilës, një ndjenjë e pakëndshme ju instalua në stomak. Javën pasuese, ajo vuri re detaje të tjera të çuditshme. Një burr tjetër i ndryshëm nga i pari, por me të njëjtën qëndrim të dyshimt, duke vëzhguar lëvizjen përpara ndërtesës së kompanisë. Një makinë që ajo nuk e njihte e parkuar në rrugën e vilës në orare të pazakonta. Telefonata pa zë në telefonin e shtëpisë dhe të kompanisë. Helena ishte e para që e kuptoi se diçka po e shqetësonte Mirën. Zonja Mira, jeni më nervoze se zakonisht.
Ka ndodhur diçka? Mira hezitoi para se të përgjigjej. Si të shpjegoje një ndjesi? Si të flisje për dyshime që dukeshin si paranoja të një vejushe në zi? Mendoj se po më vëzhgojnë, tha ajo më në fund. Ju vëzhgojnë? Si kështu? Ka burra të çuditshëm që sillen rreth ndërtesës dhe shtëpisë sime. Mund të jetë përshtypja ime, por... Helena rudhi ballin. Si një punonjëse e besuar e një gruaje të pasur dhe të fuqishme, ajo e dinte se disa masa paraprake ishin gjithmonë të nevojshme. Dëshironi të punsoj më shumë siguri? Apo t'i kërkoj Andreas të hetoj? Nuk e di. Ndoshta po shoh gjëra aty ku nuk ka. Mund të jetë vetëm koka ime. Por nuk ishte vetëm koka e saj. Javën pasuese, një të hënë, Mira mori një telefonat të çuditshme në kompani. Zëri në anën tjetër ishte mashkullor, i shtrembëruar, sikur personi po përdorte ndonjë pajisje për të maskuar zërin. Zonja Mira, duhet të ndaloni së ngacmuari aty ku nuk duhet. Kush jeni? Për çfarë po flisni? Ju e dini shumë mirë për çfarë po flas. Ka gjëra që është më mirë të lihen ashtu siç janë. Unë nuk po ngacmoj asgjë. Mendoj se keni gabuar numrin. Nuk kam gabuar numrin. Dhe ju e dini këtë. Telefonata u ndërpre, duke e lënë Mirën me telefonin në dorë dhe zemrën që i rrite me shpejtësi. Ajo u përpoq të arsyetonte logjikisht. Të ngacmonte aty ku nuk duhej? Çfarë gjërash? Ajo nuk po hetonte asgjë, nuk ishte e përfshirë në asnjë situatë përveç zisë për vdekjen e partnerit të saj. Apo ndoshta. Një ide e tmerrshme filloi të formohej në mendjen e Mirës. Po sikur vdekja e Erianit të mos kishte qenë një aksident, po sikur të kishte diçka më shumë pas kësaj. Ajo kujtoi sjelljen e çuditshme të tij në javët para udhëtimit, telefonatat misterioze, shqetësimin, frikën që ajo kishte vënë re në sytë e tij. Atë natë, ajo nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar duke rikaluar çdo bisedë të javëve të fundit të jetës së Erianit, çdo gjest, çdo fjalë, duke u përpjekur të gjente të dhëna që mund të shpjegonin pse dikush do ta kërcënonte atë tani, muaj pas vdekjes së tij. Dhe ishte të mërkurën pasuese, gjatë vizitës së saj javore në varr, që ndodhi telefonata e dytë. Mira ishte gjunjëzuar pranë pllakës së varrit, duke ndëruar lulet e javës, kur celulari i ra. Ajo u përgjigj pa parë numrin. Alo? Ai nuk është aty poshtë. Gjaku i Mirës u ngrin në vena. Çfarë? Burri juaj. Ai nuk është aty poshtë. Dhe ju e dini këtë. Kush jeni ju? Çfarë doni nga unë? Dua që ju të ndaloni së shtiruri se nuk dini asgjë. Dua që ju të dorëzoni atë që ai kishte. Unë nuk e di për çfarë po flisni. E dini. Dhe nëse nuk e dorëzoni shpejt, do të zbuloni se keni shumë më tepër për të humbur përveç një burri gënjeshtar. Telefonata u ndërpre dhe Mira mbeti aty duke mbajtur telefonin, duke parë pllakën e varrit të Erianit sikur ajo mund t'i jepte përgjigjet që i nevojiteshin aq shumë. Bota kishte humbur fokusin, këmbët i dridheshin dhe një pyetje e vetme i bënte jehon në mendje. Çfarë donte të thoshte ai burr me ai nuk është aty poshtë? Për herë të parë në 6 muaj, Mira filloi të pyeste veten nëse e njihte me të vërtetë të gjithë të vërtetën për vdekjen e burrit që e kishte dashur për 23 vjet. Fjalët ai nuk është aty poshtë i bënin jehon në mendjen e Mirës si një mantra shqetësuese që refuzonte të largohej. Ajo kaloi 3 ditët e ardhshme duke u përpjekur të gjente një shpjegim logjik për atë fjali. Ndoshta ishte një lloj shantazhi psikologjik, një përpjekje mizore për të luajtur me zinë e një vejushe të prekshme. Por sa më shumë mendonte, aq më shumë pjesët e enigmës filluan të bashkoheshin në një mënyrë që e frikësonte. Sjellja e çuditshme e Erianit në javët e fundit. Telefonatat misterioze. Frika që ajo kishte vënë re në sytë e tij. Largimi i papritur me një çantë shpine tashmë të përgatitur, sikur ai e dinte se do t'i duhej të largohej shpejt. Dhe tani, dikush që thoshte se ai nuk ishte në varrin që ajo e vizitonte fetarisht çdo javë. Mira kaloi të enjten natën zgjuar, duke ecur në përvil si një fantazm, duke u përpjekur të rindërtonte mendërisht ditët e fundit që kishte kaluar me Erianin. Ajo kujtoi detaje që në atë kohë i ishin dukur të parëndësishme, por që tani merrnin një peshë ogurzez. Si fakti që ai kishte këmbëngulur që ajo të ndryshonte fjalëkalimet e llogarisë bankare të kompanisë për siguri.
Si ai e kishte pyetur në mënyrë të dukshme të rastësishme nëse ajo kishte kopje të dokumenteve të rëndësishme të kompanisë në ndonjë vend të sigurt. Si ai i kishte sugjeruar që ajo të instalonte një sistem sigurie më modern në vilë. Të premten në mëngjes, Mira mori një vendim që e dinte se mund të ndryshonte gjithçka, do të punësonte një detektiv privat për të hetuar aksidentin. Nëse kishte diçka të gabuar, ajo duhej ta dinte. Nëse Riani ishte vërtet i vdekur, ajo duhej të ishte absolutisht e sigurt për të ecur përpara. Nëse ai ishte gjallë, ajo preferoi të mos e përfundonte atë mendim. Ricard Malaj ishte një ish polic civil që kishte hapur një agjenci hetimi privat pas daljes në pension. Helena ja kishte gjetur kontaktin përmes një avokati të besuar. Mira e priti në zyrën e kompanisë një të premte pasdite, pasi të gjithë punonjësit ishin larguar. Ricardi ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur, vështrim të vëmendshëm dhe një mënyrë të folurit të drejtpërdrejtë dhe objektive. Ai dëgjoi të gjithë historinë e Mirës pa e ndërprerë, duke mbajtur shënime në një blok letre. Zonja Mira, tha ai kur ajo mbaroi së treguari gjithçka, do të jem i sinqert me ju. Të hetosh vdekjen e dikujt që tashmë është varrosur dhe për të cilin janë kryer të gjitha formalitetet ligjore nuk është diçka e thjeshtë. Por kërcënimet që po merrni janë shqetësuese dhe mund të tregojnë se ka vërtet diçka të gabuar. Çfarë ju duhet për të filluar? Të gjitha dokumentet që lidhen me aksidentin. Raportin e policisë, ekspertizën, të dhënat për gjendjen e trupit. Dhe gjithashtu më duhen informacione për aktivitetet e burrit tuaj në javët para vdekjes. Njerëzit me të cilët fliste, vendet që frekuentonte, projektet në të cilat po punonte. Mira i dorëzoi Ricardit të gjitha letrat që kishte ruajtur për aksidentin. Ishin dokumente që ajo i kishte shmangur t'i lexonte me vëmendje sepse i dhemte shumë, por që tani mund të përmbanin përgjigje të rëndësishme. Sa kohë mendoni se do t'ju duhet? Një javë, ndoshta 2. Varet nga ajo që do të gjej. Por Ricardit nuk i duheshin 2 javë. Të martën pasuese, ai i telefonoi Mirës duke i kërkuar një takim urgjent. Gjeta disa mospërputhje, ishte gjëja e parë që tha kur ul përballë saj në zyrë. Aksidenti ka ndodhur vërtet, ky është fakt, një makinë me targat e burrit tuaj është përplasur vërtet me një kamion në autostradë. Por ka disa detaje të çuditshme. Mira ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë lloj detajesh? Së pari, trupi nuk u gjet kurrë. Ajo që policia ju tha për pamundësinë e lokalizimit të trupit për shkak të zjarrit nuk është plotësisht e vërtetë. Zjarri nuk ishte aq i fortë. Së dyti, njerëzit që ishin në vendin e aksidentit raportuan se kishin parë vetëm shoferin e kamionit. Askush nuk pa një trup të dytë duke u nxjerrë nga makina. Por dokumentet e tij ishin atje. Po, ishin. Dhe këtu është pika më interesante, dokumentet u gjetën brenda një portofoli që ishte praktikisht i paprekur, vetëm me disa shenja tymi. Është shumë e çuditshme që një portofol të mbijetojë një aksident që supozohet se ka vrarë një person. Mira po përpiqej të përpunonte këto informacione kur Ricardi vazhdoi. Ka më shumë. Bisedova me disa njerëz nga Ojqia ku punonte burri juaj. Askush nuk dinte për udhëtimin e tij. Dhe një nga punonjësit më tha se javën para aksidentit, Riani kishte komentuar se po merrte kërcënime lidhur me një projekt që po drejtonte në një komunitet në zonën lindore. Kërcënime? Ai kur nuk më ka treguar për kërcënime. Nga sa arrita të zbuloj, Riani po hetonte parregullsi në shpërndarjen e fondeve publike të destinuara për projekte sociale në atë rajon. Duket se ai zbuloi një skem përvetësimi parash që përfshinte shumë të larta. Bota e mirës filloi të rrotullohej. Riani po hetonte korrupsionin. Po merrte kërcënime. Dhe tani dikush po thoshte se ai nuk ishte i vdekur. Ricard, tha ajo me zë të dridhur, mendoni se burri im mund të jetë gjallë? Ai pshertiu thellë para se të përgjigjej. Zonja Mira, bazuar në atë që kam gjetur, do të thosha se ka një mundësi reale që vdekja e tij të jetë inskenuar. Nuk mund ta them me siguri, por ka mjaftueshëm indicie për të justifikuar një hetim më të thelluar. Mira doli nga ai takim me ndjesinë se toka i ishte zhdukur nën këmbë. Nëse Riani ishte gjallë, ku ishte ai? Pse ja kishte bërë këtë asaj? Dhe nëse ishte gjallë, pse nuk kishte kontaktuar? Të mërkurën pasuese, ajo shkoi në Vareza siç bënte gjithmonë, por këtë herë me një ndjenjë krejtësisht të ndryshme.
Qëndroi aty para pllakës së varrit duke parë atë copë graniti që ndoshta po shënonte një varr bosh dhe për herë të parë në mua ndjeu zemërim në vend të trishtimit. Nëse je gjallë, tha me zë të lartë, nëse je diku dhe më ke lënë këtu duke vuajtur gjatë gjithë këtyre muajve, betohem se nuk e di nëse do të arritë të fal. Atëherë dëgjoj një zë pas saj. Një zë që bëri që zemra e saj të ndalonte për disa sekonda para se të shpërthente me një shpejtësi të pamundur. Mirë. Ajo u kthye ngadalë, sikur të kishte frikë se një lëvizje e beftë mund të thyente një iluzion. Dhe aty, pak metra larg, ishte Riani. Më i dobët, me mjekër të paruar, flokë më të gjatë dhe të thinjur, rroba të thjeshta që ajo kur nuk ja kishte parë më parë. Por ishte ai. Pa dyshim ai. Mira mbeti e paralizuar për një moment që u duk se zgjati një përjetësi. Truri i saj refuzonte të përpunonte informacionin se burri për të cilin kishte qarë për 6 muaj ishte aty, gjallë, real, duke e parë atë me një shprehje dhimbjeje të thellë dhe dashurie të dëshpëruar. Ti je i vdekur, ishte gjëja e parë që i doli nga goja. Unë të varrosa. Unë kam qarë mbi varrin tënd për muaj të tërë. Riani bëri një hap drejt saj, por Mira u tërhoq instinktivisht. Mirë, mund të shpjegoj gjithçka. Të shpjegosh? Zëri i saj po ngrihej. Mund të shpjegosh pse më le të besoja se ishe i vdekur? Mund të shpjegosh pse kalova 6 muaj duke vizituar një varr bosh? Mund të shpjegosh pse po thuaj se u çmenda nga malli? Lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrë, por ishin lot zemërimi të përzier me lehtësim, një konfuzion emocionesh që ajo nuk mund t'i organizonte. Duhej të mbroj aty, tha Riani, zëri i mbushur me ankth. Ata do të vrisnin ty nëse do të dinin se ishe e përfshirë. E përfshirë në çfarë? Unë nuk jam e përfshirë në asgjë. Mirë, të lutem, më lër të shpjegoj. Jo këtu. Ka njerëz që na vëzhgojnë. Për herë të parë që ishte kthyer dhe e kishte parë aty, Mira shikoi përreth. Ishte e vërtetë. Kishte 2 burra në një distancë diskrete, duke u shtirur se po vizitonin varre të tjera, por qartësisht po i kushtonin vëmendje bisedës së tyre. Ku, pyeti ajo, zëri i saj më i ulët tani. E mban mend shtëpinë tonë në plazh në Dhërmi? Atë që e blem në fillim të lidhjes son? Mira e mbante mend. Ata e kishin shitur shtëpinë disa vjet më vonë sepse rrallëherë e përdornin, por kishte qenë prona e parë që kishin blerë së bashku. Shtëpia nuk është më e jona, Rian. E di. Por a e mban mend shtegun që të çonte te ujvara e vogël? Të takohemi atje nesër në orën 4 pasdite. Pse duhet të vi? Riani e shikoi në sy me atë intensitet që ajo e njihte aq mirë. Sepse në 23 vjet së bashku unë kur nuk të kam gënjur për asgjë të rëndësishme. Dhe sepse, pavarësisht zemërimit që po ndjen tani, ti ende më do, ai kishte të drejtë. Pavarësisht gjithë konfuzionit, gjithë zemërimit, gjithë ndjenjes së tradhtisë, lehtësimi i të parit atë gjallë po fillonte të i kalonte gjithçka tjetër. Nëse nuk shfaqesh nesër, mirë, do të jetë hera e fundit që shihemi. Sepse unë do të largohem nga vendi dhe nuk do të kthehem më kurrë. Riani u largua para se ajo të mund të përgjigjej, duke ecur me shpejtësi drejt daljes së varrezave. Mira mbeti aty, duke parë pllakën e varrit që tani e dinte se po shënonte një varr bosh, duke u përpjekur të kuptonte se si jeta e saj ishte shndërruar në një slit emocionale që ajo nuk dinte si ta kontrollonte. Atë natë, ajo nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar duke peshuar pro dhe kundra të shkuarjes në takim. Nga njëra anë, ajo kishte nevojë për përgjigje. Kishte nevojë të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, pse Riani kishte marrë një vendim kaq drastik, pse e kishte lënë të vuante për kaq shumë kohë. Nga ana tjetër, ajo kishte frikë. Frikë nga ajo që mund të zbulonte, frikë se do të lëndoj edhe më shumë, frikë se kishte gjëra për burrin që donte që ajo nuk i dinte. Të enjten, Mira doli nga kompania më herët dhe udhëtoi drejt Dhërmiut. Udhëtimi 2 orësh i dha kohë të mendonte, të përpiqej të organizonte milionat pyetje që donte t'i bënte. Kur arriti në vendin e caktuar, Riani ishte tashmë atje, ulur në një shkëmbë pranë rënjes së vogël të ujit që ata e vizitonin kur ishin më të rinj. Ai u ngrit kur e pa duke ardhur, por nuk u afrua. Qëndroi aty duke pritur që ajo të merrte iniciativën. Ke 5 minuta për të filluar të shpjegosh, tha Mira, duke ndaluar disa metra larg tij. Dhe pastaj unë vendos nëse dua të dëgjoj pjesën tjetër. Riani mori frym thellë para se të fillonte të fliste.
2 vjet më parë, Duart Saledar filloi të punonte në një komunitet të ri në zonën lindore. Ishte një projekt i madh me financim shtetëror për të ndërtuar një qendër komunitare me qendër shëndetësore, shkollë informatike dhe një bibliotekë. Në letër, gjithçka dukej normale. Por kur fillova të ndiqja përdorimin e fondeve, kuptova se shifrat nuk përputheshin. Ai bëri një pauzë, sikur po organizonte mendimet. Fillova të hetoj vetë. Zbulova se kontratat ishin fryrë me më shumë se 300%. Parat që duhej të përdoren për materialet e ndërtimit dhe pajisjet po devijoheshin. Gjeta dokumente, regjistrime, prova se kishte një skem korrupsioni që përfshinte disa politikan dhe biznesmen. Mira ndjeu një të ftohtë në stomak. Dhe pastaj? U përpoqa të denoncoja përmes kanaleve zyrtare. Kërkova policinë e shtetit, prokurorin. Por njerëzit që ishin të përfshirë në skem kishin shumë pushtet. Fillova të merrja kërcënime. Së pari me telefon, pastaj personalisht. Më thanë se nëse nuk ndaloja së hetuari, do të më vrisnin. Dhe thanë se do të vrisnin edhe ty. Zëri i Rianit po bëhej më i tensionuar. U përpoqa të ndaloja, mirë. U përpoqa të shtiresha se nuk dija asgjë. Por ata nuk besuan. Mendojnë se ja kam dorëzuar provat dikujt. Dhe me që nuk gjetën asgjë, vendosën se e vetmja mënyrë për të më bërë të flas ishte duke të kërcënuar ty. Mira po fillonte të kuptonte dimensionin e problemin. Kështu që ti vendose të vdisje. Vendosa të zhdukesha. Doktor Henry, një mjek që gjithashtu po kërcënohej sepse kishte denoncuar parregullsi në spitalin ku punonte, më ndihmoi. Ne inskenuam aksidentin. Unë dola nga makina para përplasjes, lash dokumentet e mia dhe një xhaket që ma kishe dhënë ti. Makina ishte me shpejtësi të lartë, ndikimi ishte real, zjarri gjithashtu. Për çdo që do të hetonte, do të dukej sikur unë kisha vdekur vërtet. Dhe unë mbeta këtu duke qarë mbi një varr bosh për 6 muaj. Riani uli kokën. Ishte vendimi më i vështirë që kam marrë ndonjëherë në jetë. Por ishte e vetmja mënyrë për të mbajtur ty gjallë. Pse nuk më the? Pse nuk më dhe mundësinë të vendosnim së bashku? Sepse ti kur nuk do të kishe pranuar të qëndroje larg meje. Dhe sepse e dija që nëse do të dije se isha gjallë, nuk do të mund ta shtirje zinë në mënyrë bindëse. Ata po të vëzhgonin ty, mirë. Po të vëzhgojnë edhe sot. Mira kujtoi burrat e çuditshëm, telefonatat kërcënuese. Ata e dinë se je gjallë? Dyshojnë. Prandaj po të bëjnë presion ty, mendojnë se ti ke provat që unë mblodha. Dhe ti ke? Riani nxori një ysëb nga xhepi. Kam gjithçka këtu. 2 vjet hetim. Regjistrime, dokumente, regjistrime bankare. Prova të mjaftueshme për të futur të paktën 15 njerëz në burg. Mira shikoi atë objekt të vogël që kishte shkaktuar kaq shumë vuajtje. Çfarë do të bësh me këtë? Do t'ia dorëzoj policisë së shtetit nesër. Tashmë është rënë dakord për gjithçka. Ata do t'i arrestojnë të gjithë njëkohësisht. Dhe pastaj? Riani e shikoi në sy me një trishtim të thellë. Pastaj unë do të largohem nga vendi. Do të hyj në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve. Dhe ti do të qëndrosh këtu, gjallë dhe e sigurt, duke u përpjekur të rindërtosh jetën tënde. Pa ty, pa mua. Mira u ul në shkëmbin ku ishte Riani më parë dhe qëndroi në heshtje për disa minuta, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte dëgjuar. Nga njëra anë, ajo e kuptonte logjikën e tij. Me të vërtetë dukej se kishte qenë e vetmja mënyrë për ta mbajtur atë të sigurt. Nga ana tjetër, dhimbja e të qenit e mashtruar, e të kaluarit muaj në zi për dikë që ishte gjallë, ishte pothuajse e padurueshme. Më ke vëzhguar, pyeti ajo më në fund. Gjatë këtyre muajve, më ke parë? Riani hezitoi para se të përgjigjej. Disa herë. Nga larg. Më duhej të isha i sigurt se ishe mirë. Më pe duke qarë në varreza. Të pash. Dhe nuk bëre asgjë. Nuk mund të bëja asgjë. Po të afrohesha, do të vija në rrezik. Mira u ngrit dhe filloi të ecte para mbrapa, duke u përpjekur të organizonte mendimet dhe ndjenjat. Rian, unë e kuptoj pse e bëre këtë. Racionalisht e kuptoj. Por emocionalisht nuk e di nëse mund të fal. E di. Dhe nuk pres që të më falësh.
Vetëm doja që ti ta dije të vërtetën para se të largohesha. Kur do t'i dorëzosh provat? Nesër në mëngjes. Dhe kur do të udhëtosh? Nëse gjithçka shkon mirë, të premten. Mira ndaloi se ecuri dhe e shikoi atë. Kam nevojë për kohë për të përpunuar gjithë këtë. Riani tundi kokën në shenjë miratimi. E kuptoj. Por mirë, ka një gjë që duhet ta dish. Ata do të tentojnë një lëvizje të fundit nesër. Kur të zbulojnë se unë ja kam dorëzuar provat policisë, do të përpiqen të përdorin ty si mjet shkëmbimi. Nuk mund të qëndrosh vetëm. Frika u kthye në sytë e Mirës. Çfarë të bëj? Shko në kompani nesër siç bën gjithmonë. Por kërkoju Andreas dhe Helenës të qëndrojnë me ty gjatë gjithë kohës. Mos dil vetëm, mos qëndro vetëm. Kur të mbaroj gjithçka, ata do të lajmërojnë. Riani ju afrua asaj për herë të parë që kur kishin filluar të bisedonin. Mirë, pavarësisht se çfarë ndodh nesër, dua të dish se këto 23 vjet ishin më të mirat e jetës sime. Dhe se të doja ty ishte e vetmja gjë që më dha forcë për të kaluar gjithë këtë. Mira shikoi në sytë e tij dhe pa të njëjtin burr me të cilin ishte dashuruar në një panajër libri dekada më parë. I ndryshëm, i shënuar nga vuajtja, por në thelb i njëjti burr i mirë dhe bujar që i kishte pushtuar zemrën. Edhe unë të dua, tha ajo, dhe ishte hera e parë në 6 muaj që këto fjalë i dilnin nga goja në kohën e tashme, dhe jo në të shkuarën. Por dashuria nuk mjafton për të fshirë dhimbjen që më ke shkaktuar. Riani tundi kokën, duke kuptuar. E di. Ata u përqafuan aty, pranë ujvarës ku aq shpesh kishin ndëruar për të ardhmen, duke e ditur se ndoshta ishte hera e fundit që do të ishin bashkë. Dhe të dy qanë, për gjithçka që kishin humbur dhe për gjithçka që ende mund të humbnin. Mira kaloi gjithë natën zgjuar, duke rikaluar çdo fjalë të bisedës me Rianin. Lehtësimi i të diturit se ai ishte gjallë përziej me një dhimbje të thellë që ajo nuk dinte si ta shëronte. 23 vjet marrëdhënie ishin tronditur nga 6 muaj gënjeshtër, edhe pse kjo gënjeshtër ishte motivuar nga dashuria dhe nevoja për ta mbrojtur atë. Si e fal dikush një tradhti të bërë nga dashuria? Si e rindërton dikush besimin pasi zbulon se ka qarë mbi një varr bosh? Të premten në mëngjes, ajo ndoqi udhëzimet e Rianit dhe shkoi në kompani e shoqëruar nga Andrea dhe Helena. U shpjegoi të dyve se mund të kishte një lloj situate të rrezikshme gjatë ditës, por nuk hyri në detaje rreth faktit se Riani ishte gjallë. Nuk ishte gati ta ndante këtë informacion me askën tjetër. Zonja Mira, doni të thëra sigurinë? Pyeti Andrea, qartësisht i shqetësuar. Jo. Policia tashmë po merret me situatën. Vetëm duhet të qëndroni me mua sot, mos më lini vetëm në asnjë moment. Helena dhe Andrea u pan me njëri tjetrin, por nuk bën më pyetje. Ata e njihnin Mirën prej vitesh dhe e dinin se kur ajo kërkonte diçka, kishte një arsye serioze pas saj. Dita kaloi në mënyrë çuditërisht normale deri rreth orës 2 pasdite. Mira ishte në një mbledhje me Andrean dhe disa inxhinier kur Helena hyri në dhomë me fytyrë të zbehë. Zonja Mira, ka 3 burra në recepcion që kërkojnë të flasin me ju. Thonë se është urgjente. Mira ndjeu gjakun ti ngrinte. Çfarë lloj burrash? Burra me kostum, shumë serioz. Njëri prej tyre tha se bëhet fjalë për burrin tuaj. Andrea rudhi ballin. Zonja Mira, Riani. E di, e ndërpreu ajo. Helena, thuaju se jam në mbledhje dhe nuk mund t'i takoj tani. Ua thash. Ata thanë se do të presin sa të jetë e nevojshme. Mira shikoi Andrean. Telefono policinë e shtetit dhe thuaju se bëhet fjalë për rastin e Rienu Dervishit. Ata do ta kuptojnë. Andrea mori menjëherë telefonin, por para se të mund të formonte numrin, Helena foli përsëri. Zonja Mira, ata u ngjitën lart. Po vim këtu. Dera e dhomës u hap dhe 3 burra me kostum hyn pa ceremoni. Ai që dukej se ishte lideri i grupit ishte një burr i gjatë, me syze dielli të errëta, me një prani friksuese që bëri që të gjithë në dhomë të tensionoheshin. Zonja Mira Berisha, tha ai me një zë të qetë por kërcënues, duhet të bisedojmë. Kush jeni ju? Jemi njerëz që janë dëmtuar nga burri juaj. Dhe e dim se ai është gjallë. Andrea u ngrit nga karrigia. Zotërin, do t'ju duhet të dilni nga këtu. Do të thëras sigurinë. Njëri nga burrat tërhoqi xhaketën anash duke treguar një armë në brez.
Zotëri, ju sugjeroj të uleni dhe të qëndroni urdhë. Mira ndjeu zemrën t'i shpërthente, por u përpoq të ruante qetësinë. Çfarë doni ju? Duam provat që burri juaj na vodhi. E dim se ai jua ka dorëzuar juve gjithçka para se të shtirej i vdekur. Unë nuk kam asnjë provë. Nuk e di për çfarë po flisni. Lideri buzëqeshi në një mënyrë që bëri Mirën të ndjente një të ftohtë në shpinë. Zonja Mira, do të bëjmë kështu. Ju do t'i telefononi burrit tuaj dhe do t'i thoni të na takojë në të njëjtin vend ku u takuat dje. Dhe do t'i thoni se nëse ai nuk sjell të gjitha provat, ne do të vrasim të gjithë ata që janë në këtë dhomë. Si e dini ju ku? Ne dim gjithçka, zonja Mira. E dim që u takuat të ujvara në Dhërmi. E dim se ai po planifikon t'ia dorëzoj provat policisë së shtetit sot. Dhe e dim se nëse nuk e ndalojmë atë, do të shkojmë të gjithë në burg. Mira shikoi Andrean dhe Helenën, të cilët ishin qartësisht të tmerruar, dhe pastaj inxhinierët që nuk kuptonin asgjë nga ajo që po ndodhte. Përgjegjësia për ato jetë i rëndonte mbi supe si një gur. Dhe nëse i telefonoj atij, atëherë të gjithë dalin gjallë nga këtu. Burri juaj dorëzon provat dhe zhduket nga vendi siç e kishte planifikuar tashmë. Dhe jeta vazhdon normalisht për të gjithë. Mira e dinte se nuk kishte zgjidhje. Mori celularin me duar të dridhura dhe formoi numrin e Rianit. Ai u përgjigj në zilen e dytë. Mirë, ka ndodhur diçka. Rian, tha ajo, duke u përpjekur të mbante zërin të qëndrueshëm, ka disa njerëz këtu që duan të bisedojnë me ty, ata din për dje. Pati një heshtje në anën tjetër të linjës. Ata janë aty me ty? Janë. Ma kalo telefonin atyre. Mira i dha celularin liderit të grupit. Rian, tha burri me një zë pothuajse miqësor, sa mirë që më në fund po bisedojmë drejt për drejt. Mira nuk mund ta dëgjonte përgjigjen e Rianit, por pa shprehjen e burrit të bëhej më serioze. Shiko, Rian, situata është e thjeshtë. Ke 2 orë kohë të na takosh në vendin ku takove gruan tënde dje. Sill të gjitha provat që ke dhe na i dorëzo. Nëse e bën këtë, gruaja jote dhe punonësit e saj dalin të padëmtuar. Një tjetër pauzë. Dhe nëse përpiqesh të bësh ndonjë marifet, nëse tashmë i ke dorëzuar diçka policisë, nëse përpiqesh të na mashtrosh në çfarëdo mënyre, gruaja jote do të jetë e para që do të vdesë. Dhe pastaj ne vrasim të gjithë ata që janë këtu. Burri mbylli telefonin dhe ia ktheu Mirës. Tani vetëm duhet të presim. 2 orët e ardhshme ishin më të gjatat në jetën e Mirës. Burrat i mbajtën të gjithë në dhomë, duke mos lejuar askënd të dilte ose të bënte telefonata. Andrea u përpoq disa herë t'i binte të linin të paktën inxhinierët të dilnin, pasi ata nuk kishin asnjë lidhje me situatën, por rrëmbyesit ishin të palëkundur. Helena i mbante dorën Mirës, duke u përpjekur t'i jepte një lloj ngushëllimi, por të dyja ishin të tmerruara. Mira nuk mund të ndalonte së menduari për Rianin. A do të shkonte ai vërtet? A do t'i dorëzonte provat për të shpëtuar jetën e saj? Dhe nëse i dorëzonte, sa njerëz të tjerë do të vazhdonin të vuanin nga korrupsioni që ai kishte zbuluar? Në orën 4:30 pasdite, lideri i grupit mori një telefonat. Po, ai arriti. Është vetëm? Je i sigurt? Ai dëgjoi për disa sekonda. Shumë mirë. Çoje në vendin e caktuar. Ne do të shkojmë me gruan. Ai u kthye nga Mira. Do të bëjmë një shëtitje, zonja Mira. Po të tjerët? Të tjerët mbeten këtu me kolegët e mi. Nëse gjithçka shkon mirë, të gjithë do të shkojnë në shtëpi sonte. Mira shikoi Andrean dhe Helenën. Gjithçka do të shkojë mirë, tha ajo, duke u përpjekur të transmetonte një besim që nuk e ndjente. Udhëtimi drejt Dhërmiut ishte i tensionuar dhe i heshtur. Mira ishte në sediljen e pasagjerit të një makine të errët, me liderin e grupit që drejtonte dhe një burr tjetër në sediljen e pasme. Ajo përpiqej të mendonte për ndonjë mënyrë për të shpëtuar ose për të dërguar një sinjal ndihme, por nuk shihte asnjë mundësi. Kur arritën në shtegun që çonte te ujvara, ishte pothuajse muzë. Mira mund ta shihte Rianin në distancë, duke qëndruar në të njëjtin vend ku kishin biseduar ditën e mëparshme. Ai ishte me duar bosh, gjë që e bëri edhe më nervoze. Ku janë provat? Pyeti lideri kur u afruan. Riani tregoi me gisht një çantë shpine që ishte në tokë, pranë shkëmbit. Gjithçka është aty.
USB, dokumente, regjistrime. 2 vjet hetim. Burri I bëri një shenjë bashkëpunëtorit, I cili u drejtua te çanta dhe filloi të ekzaminonte përmbajtjen. Duket se gjithçka është këtu, tha ai pas disa minutash. Shkëlqyeshëm, tha lideri. Tani ju të dy largohuni dhe mos flisni më kurrë për këtë me askën. Dhe ti, Ryan, do të largohesh nga vendi sot. Po punonisit tanë, pyeti Mira. Janë liruar tashmë. Janë të gjithë mirë. Mira ndjeu një lehtësim të pamas, por ende kishte diçka që nuk shkonte. Ryani ishte shumë I qetë. Për një njeri që po dorëzonte 2 vjet punë dhe po shite kriminalët të shpëtonin pa u ndëshkuar, ai dukej çuditërisht I qetë. Mund ta përqafoj gruan time para se të largohem, pyeti Ryani. Lideri hezitoi për një moment, por pastaj tundi kokën në shenjë miratimi. Ryani ju afrua Mirës dhe e përqafoi. Dhe ishte atëherë kur ai përshpëriti në vesh, aq ulët sa vetëm ajo mund ta dëgjonte, për 30 sekonda, hidhu në tokë dhe qëndro ulur. Mira nuk e kuptoi menjëherë, por 30 sekonda më vonë gjithçka u bë e qartë. Pa pritur, pylli përreth u mbush me burra të armatosur me jelek të policisë së shtetit. Ishte një prit. Policia. Ulni armët dhe shtrihuni në tokë. Rëmbyesit u përpoqën të reagonin, por u neutralizuan dhe u prangosën shpejt. I gjithë operacioni zgjati më pak se 5 minuta. Një agent ju afrua Mirës dhe Ryanit. Jeni të gjithë mirë? Jemi, u përgjigj Ryani. Arritët t'i arrestoni pjesën tjetër të grupit? Po. Operacioni një koshën në 6 lokacione të ndryshme. Arrestuam 15 persona, përfshirë 3 politikan dhe 2 biznesmen. Skema u shkatërua plotësisht. Mira shikoi Ryanin, ende duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Provat në çantë. Ishin kopje. Unë ja dorëzova originalet policisë së shtetit dje në mëngjes, siç ishim marrë vesh. Ata kishin nevojë vetëm që kriminalët të pranonin dhe të përpiqeshin të merrnin provat për të pasur prova të mjaftueshme për arrestimet. Po punonisit e kompanisë? Janë të gjithë të sigurt. Operacioni ishte I koordinuar. Mira u ul në shkëmb, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte ndodhur. Në më pak se 48 orë, ajo kishte zbuluar se burri I saj nuk ishte I vdekur, ishte rëmbyer nga kriminal dhe kishte marrë pjesë në një operacion të policisë së shtetit. Ishte shumë për këdo për ta përpunuar. Mirë, tha Ryani, duke u ulur pranë saj, mbaroi. Rreziku kaloi. Dhe tani? Ryani e shikoi në sy. Tani nuk kam më nevojë të largohem nga vendi. Nuk kam më nevojë të fshihem. Mund të kthehem të jetoj. Po ne? Ishte pyetja që ishte në zemrën e të dyve që nga takimi në Vareza. Ryani kishte bërë atë që mendonte se ishte e nevojshme për ta mbrojtur atë, por kjo nuk e fshinte dhimbjen e 6 muajve të zis që ajo kishte kaluar. Nuk e di, u përgjigj Ryani me sinqeritet. Do të doja shumë të kishte një ne. Por e kuptoj nëse nuk mund të më falësh. Mira qëndroi në heshtje për disa minuta, duke parë ujvarën që kishte dëshmuar kaq shumë momente të rëndësishme të jetës së tyre. Ryan, ajo që bëre ishte e tmerrshme. Të më lije të besoja se ishe I vdekur, të më lije të vuaja për muaj të tërë, ishte mizore. E di. Por gjithashtu e di se e bëre këtë për të më mbrojtur. Dhe se duhet të ketë qenë po aq e vështirë për ty sa ishte për mua. Ryani uli kokën. Çdo natë shkoja pranë varrezave dhe të shija duke qarë. Çdo natë kthehesha në shtëpi duke dashur të vrapoja te ti dhe të shpjegoja gjithçka. Ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në jetë. Pse nuk e bëre? Sepse rreziku ishte real. Nëse ata do të dinin se isha gjallë, do të vrisnin ty për të më bërë të shfaqesha. Mira e kuptoi. Racionalisht, ajo mund ta kuptonte të gjithë logjikën pas vendimit të Ryanit. Emocionalisht, ende I dhem të shumë. Kam nevojë për kohë, tha ajo më në fund. Sa kohë? Nuk e di. Kohën që do të duhet për të arritur të besoj përsëri. Ryani tundi kokën në shenjë miratimi. Dhe ku do të qëndrosh gjatë kësaj kohe? Në shtëpi. Në shtëpinë tonë. Nëse dëshiron të kthehesh, kthehu. Por dije se do të jetë e vështirë. Do të jetë një proces I gjatë dhe I dhimbshëm. Dua të provoj, tha Ryani menjëherë.
Dua të bëj çfarëdo që të jetë e nevojshme për të rifituar besimin tënd. Ata u kthyen në Tiranë atë natë, secili në makinën e vet, secili i humbur në mendimet e veta. Kur arritën në vilën në Lundër, hynë së bashku, por kishte një çuditshmëri në ajër, një tension që nuk ekzistonte më parë. Ditët në vijim ishin të çuditshme dhe të vështira. Riani u kthye të jetonte në shtëpi, por ata vendosën disa rregulla. Ai flinte në dhomën e miqve. Hanin vaktet së bashku, por bisedat ishin të kufizuara dhe formale. Mira duhej të mësoj me idenë se burri për të cilin kishte qarë për muaj të tërë ishte aty, gjallë, duke u përpjekur të rindërtonte një jetë që ishte shkatëruar nga rrethanat. Andrea dhe Helena mësuan historinë e plot dhe, pas tronditjes fillestare, u gëzuan kur mësuan se Riani ishte gjallë. Kompania u kthye gradualisht në normalitet, me Mirën që rimori funksionet e saj dhe Rianin që rifilloi punën në ujyqë. Kaluan 3 muaj terapi çifti, biseda të vështira, momente zemërimi, momente malli, momente shprese. Mira duhej të mësonte të falte dhe Riani duhej të mësonte të përballej me fajin. Të dy duhej të mësonin se dashuria e vërtet ndonjëherë kërkon që të rishpikemi plotësisht. Pika e kthesës ndodhi një të mërkur. Mira po përgatitej të shkonte në Vareza, siç bënte ende çdo javë, kur Riani e pyeti nëse mund ta shoqëronte. Pse? Sepse dua të ndahem simbolikisht me personin që isha para se të ndodhte gjithë kjo. Dhe dua të filloj nga e para pranë teje. Ata shkuan së bashku në varrezat e sharrës. Riani mbante një lopat të vogël dhe Mira mbante lule të bardha. Kur arritën te varri, Riani filloi të gërmonte një grop të vogël pranë pllakës së varrit. Çfarë po bën? Po varros këtë, tha ai, duke nxjerrë nga xhepi një letër të palosur. Janë të gjitha gënjeshtrat që kam thënë, gjithë dhimbja që kam shkaktuar, gjithë frika që kam ndjerë. Dua t'i varros të gjitha këto këtu dhe të filloj një jetë të re me ty. Mira lexoi letrën. Ishte një letër që Riani e kishte shkruar duke kërkuar falje për çdo moment vuajtjeje që kishte shkaktuar, duke njohur çdo gabim që kishte bërë, duke premtuar një transparencë totale nga ai moment e tutje. Po ti, pyeti Riani. Ke diçka që dëshiron të varrosësh? Mira mendoi për një moment dhe pastaj nxori nga çanta një foto të funeralit të Rianit që e kishte ruajtur. Ishte një imazh i dhimbshëm që përfaqësonte periudhën më të errët të jetës së saj. Dua të varros gruan në të cilën u shndërrova kur mendova se të kisha humbur. Gruan e trishtuar, pa shpresë, që jetonte në të shkuarën. Ata i varrosën letrat së bashku dhe e mbuluan gropën me dhe. Pastaj vendosën lulet e bardha mbi atë vend. Rian, tha Mira, duke i kapur dorën për herë të parë pas disa muajsh, unë të fal. Dhe të dua. Por ky është një fillim i ri. Ne nuk jemi më njerëzit që ishim më parë. E di. Dhe është në rregull. Do të na duhet të mësojmë të duam njëri tjetrin përsëri. Do të na duhet. Dhe do të jetë ndryshe. Por do të jetë e vërtetë. Ata ecën së bashku drejt makinës, duke lënë pas jo vetëm një varr, por një fazë të tërë të jetës së tyre. Dashuria i kishte mbijetuar vdekjes, tradhtisë, frikës dhe kohës. Kishte mbijetuar sepse ishte reale, sepse ishte e fortë, sepse ishte e aftë të transformohej kur ishte e nevojshme. 6 muaj më vonë, Riani dhe Mira rinovuan betimet e tyre në një ceremoni të thjeshtë, vetëm me miq më të afërt. Nuk ishte një kthim në atë që ishin më parë, ishte njohja se ishin bërë njerëz të ndryshëm, se kishin një histori të ndryshme, por që zgjidhnin të ndërtonin një të ardhme së bashku. Ndërtim Berisha partnerët u kthye të rritej. Ojqia duart solidare zgjeroi projektet e saj, tani me një transparencë totale dhe sisteme të rrepta kontrolli. Riani kur më nuk punoi vetëm në hetime, gjithmonë në partneritet me organet zyrtare. Ata mësuan se dashuria e vërtet nuk është imune ndaj gabimeve, vështirësive, vendimeve të vështira. Por është mjaftueshëm e fortë për t'i përballuar të gjitha këto. Është mjaftueshëm fleksibël për t'u përshtatur. Është mjaftueshëm bujare për të falur. Dhe është mjaftueshëm guximtare për të rifilluar sa herë që të jetë e nevojshme. Në shtëpinë e re që ndërtuan në Korçë, në një fundjavë me diell, gati 2 vjet pas takimit, Mira dhe Riani ishin në kopsht duke u kujdesur për lulet që i kishin mbjellë së bashku. Pendohesh për diçka? Pyeti Mira, ndërsa po u iste trëndafilat. Riani ndaloi se krasituri hortensiet dhe e shikoi atë. Pendohem që të kam shkaktuar kaq shumë vuajtje.
por nuk pendohem që kam bërë atë që mendoja se ishte e nevojshme për të mbajtur ty gjallë. Po sikur të duhej ta bëje gjithçka nga e para, do të përpiqesha të gjeja një mënyrë tjetër. Por nëse nuk do të kishte asnjë opsion tjetër, do të bëja gjithçka njësoj. Mira buzëqeshi. Ishte përgjigja që ajo priste. E sinqert, e vështirë, por e vërtetë. Po ti, pyeti Riani. U pendove që më fale? Kur? Të doja ty ishte vendimi më i mirë që mora në moshën 29 vjeçare. Të falja ty ishte vendimi më i mirë që mora në moshën 52 vjeçare. Ata vazhduan të kujdeseshin për kopshtin në heshtje, duke e ditur se po mbillnin shumë më tepër se lule. Po kultivonin një version të ri të dashurisë që i kishte bashkuar dekada më parë. Një dashuri më e pjekur, më e ndërgjegjshme, më e fortë. Sepse zbuluan se ndonjëherë prova më e madhe e dashurisë nuk është të mos largohesh kurrë. Është të dish si të kthehesh. Është të kesh guximin për të rifilluar. Është të zgjedhësh të duash përsëri, edhe pasi gjithçka ka shkuar dëm. Dhe se dashuria e vërtetë nuk është ajo që nuk përballet kurrë me stuj. Është ajo që mëson të kërcej në shi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mirës dhe Rianit t'i ketë prekur thellë zemrat tuaja. Nëse ky udhëtim dashurie, humbjeje, ribashkimi dhe faljeje zgjoi emocione tek ju, nëse u identifikuat me dhimbjen e ndarjes apo me gëzimin e rifillimit, lini pëlqimin tuaj këtu poshtë. Abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente cili moment ju emocionoi më shumë. Çdo ditë sjellim për ju histori intensive si kjo, që eksplorojnë ndjenjat më të thella të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si dashuria e vërtetë është e aftë të kapërcejë çdo pengesë. Mos humbisni episodin ton të ardhshëm, ku një histori e re jete, dashurie dhe tejkalimi ju pret. Deri atëherë.